Numerologjia e plot për fillestar, zbulo fuqinë e fshehtë të numrave në jetën tënde. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në këtë video të veçantë. Sot do të shqytemi thellë në botën magjike të numerologjisë, një dije mira vjeçare që shpjegon pse disa ditë na ecën gjithçka mirë, pse të hiqemi nga disa njerëz dhe pse disa numra na ndjekin kudo që shkojmë. Në këtë video do të mësosh si të llogaritësh numrat më të rëndësishëm të jetës sate dhe çfarë tregojnë ata për ty, për fatin tënd dhe për mesazhet që të dërgon universi çdo ditë. Në fund të kësaj videoje ti do të dish saktësisht çfarë do të thotë kur shenj 11 në orë ose 777 në një targ makine. Je gati? Le të fillojmë. Çfarë është numerologjia? Numerologjia është studimi i vibrimeve energjetike që mbartin numra. Çdo numër nga 1 deri në 9 dhe disa numra special ka një frekuencë të vetën, ashtu si çdo ngjyrë apo çdo tingull. Pitagora, matematikani i madh grek që jetoi 2500 vjet më parë, thoshte: numrat sundojnë universin. Ai besonte se Zoti e krijoi botën me anë të matematikës dhe se çdo gjë, nga yjet deri te emri yt, mund të shndërrohet në numra për të kuptuar planin hyjnor. Edhe kabala hebraike dhe vedat indiane flasin për të njëjtën gjë, shkronjat dhe numrat nuk janë të rastësishme. Ato janë kod hyjnor. 2 burimet kryesore të numerologjisë. Në numerologji ekzistojnë 2 burime kryesore që përcaktojnë fatin tënd, data e lindjes, kjo është energjia me të cilën ke ardhur në këtë botë. Është si kontrata shpirtërore që ke nënshkruar para se të lindësh. Emri i plot që të kanë dhënë prindërit, ky është programi që të ndihmon të përmbushësh atë kontratë. Edhe nëse prindërit mendojnë se e zgjodhen emrin rastësisht, numerologjia thotë se ata u frymëzuan nga energjia jote shpirtërore. Numri i rrugës së jetës. Numri më i rëndësishëm në numerologji quhet numri i rrugës së jetës. Ai tregon misionin tënd kryesor në këtë jetë, talentet e lindura dhe sfidat më të mëdha. Si llogaritet? Merr datën tënde të lindjes dhe mbledh të gjitha shifrat derisa të dalësh një numër nga 1 deri në 9, ose 11, 22, 33, këta quhen numra mjeshtër dhe nuk i reduktojmë. Shembull: data 15 prill 1987. 1 plus 5 plus 4 plus 1 plus 9 plus 8 plus 7 35. 3 plus 5 8. Numri i rrugës së jetës është 8, person material, ambicios, që do të mësoj për pushtetin dhe paratë. Një shembull tjetër, 29 shkurt 1992. 2 plus 9 plus 2 plus 1 plus 9 plus 9 plus 2 34. 3 plus 4 7 numri 7, shpirt kërkues, filozofik, që ka nevojë për vetmi. Po nëse del 11, 22 ose 33, mos e redukto më tej. PS 11 vizionar, frymëzues, por shumë sensitiv. 22 4, ndërtuesi i madh, njeriu që ndërton perandori. 33 6, mësuesi i dashurisë së pakushtëzuar, shërben njerëzimin. Kuptimi i detajuar i çdo numri të rrugës së jetës. Tani le t'i marrim një nga një me shumë detaje. Numri 1, udhëheqësi i lindur. Ti ke ardhur të fillosh gjëra të reja. Je i pavarur, krijues, por nganjëherë egoist dhe i paduruar. Sfida jote më e madhe, të mësosh të punosh me të tjerët pa i dominuar. Numri 2, paqëbërësi. Je diplomat, i ndjeshëm, intuitiv. Ke talent për të ndërmjetësuar. Sfida, të mësosh të thuash jo dhe të mos bëhesh viktime të tjerëve. Numri 3, krijuesi. Shpirt artistik, komunikues i shkëlqyer, optimist. Problemi, shpërndahesh shumë, fillon 100 gjëra dhe i lë për gjysmën. Duhet të mësosh disiplinë. Numri 4, ndërtuesi. Je i qëndrueshëm, i besueshëm, punëtor. Ti ndërton themelet. Sfida, të mos bëhesh shumë rigid dhe të pranosh ndryshimin. Numri 5, aventurieri. Doliri, udhëtime, ndryshim. Ke karizëm të madhe. Problemi, ikën nga përgjegjësitë. Mësimi yt, të mësosh të qëndrosh kur duhet. Numri 6, kujdestari. Familjar, përgjegjës, artistik. Ti je shëruesi i familjes dhe i komunitetit. Sfida, të mos harrosh veten duke u kujdesur për të tjerët. Numri 7, filozofi. Shpirt i thellë, intuitiv, kërkon të vërtetën. Shumë njerëz me 7 bëhen shkencëtar ose shpirtëror. Sfida, të mos izolosh veten shumë. Numri 8, sipërmarrësi. Energji e madhe financiare dhe pushteti. Ti je këtu të mësosh baraspeshën mes paras dhe shpirtit. Shumë milionerë kanë 8. Numri 9, humanisti. Ke ardhur të ndihmosh botën. Je bujar, idealist. Sfida, të mësosh të lëshosh të kaluarën dhe të mos mbash inat. Numri 11, vizionari. Shumë sensitiv ndaj energjive. Shpesh shenj 11. Misioni, të frymëzosh të tjerët. Numri 22, ndërtuesi i madh.
Ke potencial të ndryshosh botën, shumë arkitekt, inxhinier, themelues kompanish të mëdha kanë numrin 22. Numri 33, mësuesi i dashurisë. Shumë të rrallë. Je këtu të shërosh me dashuri të pakushtëzuar. Numri i emrit. Tani le të kalojmë te emri. Çdo shkronjë ka një numër. A1, B2, SA3, C3, D4, D4, E5, E5, F6, G7, G8, H8, I9, I1, K2, L3, L3, M4, N5, N6, O6, P7, C8, R9, R9, S1, SR2, T3, TH4, U3, V4, G5, G6, O7, Z8, ZR9. Merr emrin e plot të lindjes, për shembull. Ana Maria Gjoni dhe mbledh të gjitha shkronjat. Redukton në një shifër. Ky numër tregon talentet që ke sjell në këtë jetë dhe si do të shprehesh në botë, shembull i shpejt. Ana 1 plus 5 plus 1 7. Maria 4 plus 1 plus 9 plus 9 plus 1 24 6. Gjoni 7 plus 1 plus 6 plus 5 plus 9 28 1. 7 plus 6 plus 1 14 5. Ky person ka numër të emrit 5, do të jetë i lirë, komunikues, mund të bëhet shkrimtar, udhërrëfyes, marketer. Numrat e përsëritur dhe mesazhet e engjëjve. Tani pjesa që të gjithë e duan, pse she vazhdimisht 11, 11, 222, 333, 424 eti, 111 ose 11, 11, universi të thotë, zgjohu. Ëndrat e tua po manifestohen tani. Fokusohu te mendimet pozitive, 222, ke besim. Gjithçka po vendoset në vendin e vet, edhe nëse nuk e sheh akoma, 333, ndihma është rreth teje. Engjëjt ose mësuesit shpirtëror janë afër, 444, je i mbrojtur. Vazhdo punën, je në rrugën e duhur, 555, ndryshim i madh po vjen. Mos ki frikë, është për të mirë, 666, jo djallëzor. Je shumë i fokusuar te materialja. Ktheu te dashuria dhe familja, 777, urime. Je në rrugën e shpirtit. Mrekulli po ndodhin, 888, bollëk financiar dhe sukses po vjen, 999, përfundim i një cikli të madh. Je gati për nivelin tjetër. Fillim krejtësisht i ri. Je një me Zotin Universin. Përdorime praktike të përditshme. Si ta përdorësh numerologjin çdo ditë? Zgjidh datën e dasmës sipas numrave tuaj të rrugës së jetës që të plotësojnë njëri tjetrin, për shembull. 2 dhe 6, 4 dhe 8. Numri i shtëpisë, shtëpi me numër 7 është ideale për studim dhe vetmi, 6 për familje të lumtur, 8 për sukses financiar. Përputhshmëria në dashuri, 1 dhe 3 ecin shumë mirë, 4 dhe 5 mund të kenë probleme sepse njëri do stabilitet e tjetri liri. Nëse je në vit personal 9, llogarit, dita plus, muaji plus, viti aktual, është kohë të mbyllësh çfarë nuk të shërben më. Përfundimi emocionale. Tani e kupton pse emri që të kanë vënë prindërit nuk është frastësi. Nuk është frastësi as data kur ke lindur. Nuk është frastësi as kur shikon orën dhe është 11, 11. Universi po të flet çdo ditë me gjuhën e numrave. Ti je një shpirt i vjetër që ke zgjedhur saktësisht këtë emër dhe këtë datë për të përmbushur një mision të madh. Numerologjia nuk është për të parashikuar të ardhmen, është për të kuptuar planin tënd hyjnor dhe për të jetuar në harmoni me të. Nëse do të llogaritësh numrat e tu të plota dhe të kuptosh kombinimin e saktë të rrugës së jetës, shpreha, dëshira e shpirtit dhe numri i personalitetit, shkruaj në koment datën tënde të lindjes dhe emrin e plot të lindjes. Do të ndihmoj personalisht, faleminderit që ishe këtu. Abono kanalin, shtyp zile dhe ndaj këtë video me dikën që do ta donte. Shihemi në videon tjetër. Je i dashuruar nga Universi, mos e harro kur këtë.